Jem gati për parajsën. Kam bërë shumë gjëra për shumë njerëz. Parajsa? Kam qenë shumë i suksesshëm në këtë jetë. Mendoj se do t'i je mirë në përjetësi. Sa shumë dua t'i shoh sërish ata që dua, të kaloj përjetësinë me ta. A nuk është ky qëllimi i parajsës? Po sikur perceptimi që keni për parajsën të jetë i gabuar, po sikur parajsa të jetë më e mirë nga sa e përfytyroni, a jeni gati për parajsën? Një gjë për të cilën ata që e duan Jezusin, duhet që gjithmonë ta kujtojnë veten vërtet çdo çast që janë zgjuar. Jo vetëm me raste, por në çdo çast që janë zgjuar, është fakti se ky planet nuk është shtëpia jonë, që ne po presim me padurim ardhjen e shpëtimtarit ton të dashur për të na marrë që këtu. Pse? Sepse vetëm kur ne i kujtojmë vetes vazhdimisht për të ardhmen ton të përjetshme, të shtëpisë ton të përjetshme, mund të përjetojmë me të vërtet gëzim në mes të kësaj bote të trisht dhe të mirë. Nëse e mbajmë parajsën në pararoj të mendjeve tona, do të kemi përfitime të mëdha në këtë jetë. Do t'ju atregoj pas pak këtë. Në fakt, po përpiqesha që t'i përmblidhja këto përfitime. Janë aq të shumta, sa më desh që t'i përmblidhja vetëm në 10. 10 përfitime që parajsa i jep çdo besimtari në Zotin Jezus Krisht këtu dhe tani. Çdo besimtari lindur sërish, çdo njeri që e do Jezusin, çdo fëmijë i shpenguar i Perëndis, kushdo që investon vazhdimisht te parajsa, duke e ditur se është shtëpia e tij e përjetshme, duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë thesar të paçmueshëm që kemi këtu në tokë. Sipas Efesianëve 2:7, ky thesar i paçmueshëm, thesar vlera e të cilit nuk mund të perceptohet dot, quhet pasuria e hirit të Perëndis. Pasuria e pamasë e hirit të tij. Prandaj dua që t'i shohim shumë shpejt këto 10 përfitime dhe nëse më bëni një nder, t'i bëni vetes një nder, hapini Bibla te Efesianëve kapitulli 2, sepse gati të gjitha këto 10 përfitime i gjejmë tek Efesianëve kapitulli 2. Përfitimi numër 1 është kujtesa e tij e vazhdueshme. Ajo që vazhdimisht na kujton parajsën, shtëpinë tonë të ardhshme, është në fakt ringjallja jon nga mëkati dhe vdekja. Ne tashmë jemi ringjallur prej mëkatit dhe vdekjes. Efesianëve 2. Le ta shohim bashkë. Ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote. Por Perëndia. Mund ta thoni bashkë me mua? Por Perëndia. Thuajeni sërish. Por Perëndia. Që është i pasur në mëshirë, na dha jetë me Krishtin. A mund të dëgjoj një amen? Përpara se të pendoheshim dhe ta pranonim Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin ton, ne nuk ishim, më dëgjoni pak, ne nuk ishim të sëmur, apo të dobët, apo në gjendje kome. Jo, ne ishim të vdekur. Ne ishim si? Të vdekur. Në gjendjen tonë natyrore, përpara se të vinim te Krishti, përpara se ne të lindnim sërish, ne ishim të vdekur shpirtërisht. Ju mund të thoni, çfarë do të thuash me të vdekur? Çfarë do të thuash? Unë nuk jam i vdekur, unë jam energjik, unë jam i gjallë. Është absurde të thuash që jam i vdekur. Po, ju jeni të gjallë fizikisht, por jeni të vdekur shpirtërisht derisa të vini te Jezusi. Derisa t'ia dorëzoni jetën atij dhe të pendoheni për mëkatet tuaja. Përfitimi i dytë. Mëshira dhe dashuria e Perëndisë. Për shkak se ne kemi lindur në mëkat, dhe pastaj kur jemi rritur kemi përvetësuar një sjellje mëkatare. Për shkak se rrënja e pemës është mëkatare, prandaj edhe frytet shfaqen si sjellje mëkatare. Dhe ky është ofendim për një Perëndi të shenjtë. Për këtë arsye Efesianëve kapitulli 2 sërish na thot, por Perëndia, por kush? Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë. E dini, më pëlqen shumë historia e një nëne franceze që shkoi te perandori Bonaparte dhe ju përgjërua atij që të falte djalin e saj.
dhe të anulonte dënimin me vdekje. Por Napoleoni e refuzoi përgjërimin e saj duke thënë se ai djalosh kishte kryer krime jo një herë për 2 herë. Dhe ligji i Francës dhe nocioni i drejtësisë kërkonte që ai të vdiste. Dhe nëna i tha atij, madhëria juaj, unë nuk po kërkoj drejtësi, po të përgjërohem për mëshirë për djalin tim. Bonaparte ja ktheu dhe i tha, djali yt nuk meriton mëshirë. Kurse nëna e mençur ju përgjigj, nëse ai do ta meritonte faljen, nuk do të ishte mëshirë. Dhe mëshira është ajo që po kërkoj. I prekur nga përgjërimi i saj, Bonaparte tregoi mëshirë dhe ja kurseu jetën djaloshit. Kjo nën i mësoi perandorit një mesazh shumë të rëndësishëm mbi mëshirën. Më dëgjoni pak. Të gjithë ne meritojmë drejtësi, të gjithë ne meritojmë ferrin, por Perëndia, por kush? Për shkak të dashurisë së tij të madhe për ne tregoi mëshirë për çdo mëkatar të penduar. Përfitimi i dytë i parajsës janë mëshira dhe dashuria e Perëndisë. Përfitimi i tretë është një jetë kuptim plot. Një jetë kuptim plot. Perëndia jo vetëm që i jep besimtarit një jetë të re, por ai na e jep me kuptim, ai na jep ne një jetë që ja vlen ta jetosh. Dashuria dhe mëshira e tij na shpëtoi, jo që të jemi përtac, edhe të plogët. Jo, por ai na shpëtoi për të bërë vepra të mira. Le ta shohim sërish Efesianëve. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Ti shërbejmë Perëndisë dhe ti shërbejmë të tjerëve dhe të ndajmë lajmin e mirë me çdo që na dëgjon. Të gjitha këto janë vepra kuptimplota. Atyre që janë ringjallur, Perëndia u dha një përfitim të tretë të mrekullueshëm të parajsës. Ai u dha të gjithëve një jetë kuptimplot. Përfitimi i katërt i parajsës është një qëllim për jetën. Kjo ndërtohet mbi të tjerat. Qëllim për jetën. Perëndia na ka dhënë qëllimin më të madh që është i mundur për jetën. Efesianëve 2:6 dhe 7 thot, Perëndia na ringjalli me Krishtin dhe na vuri të rrim ku? Në vendet qiellore. Ku? Në vendet qiellore. Pse? Ja sepse. Këtë na e thot në vargun 7, për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Kur Perëndia na shpëtoi dhe na dha frymën e tij dhe ne u zgjuam nga vdekja jonë dhe nga shkeljet e mëkatit, ai na dha frymën e tij që të banonte në ne për një qëllim të ri, për një qëllim të përjetshëm dhe të rëndësishëm. Një nga përfitimet më të mëdha të parajsës është se ju do të keni një qëllim qiellor. Dhe tani, këtu dhe tani, sot, ju e keni këtë qëllim qiellor. Përfitimi i pestë i parajsës. Ne do të kemi një punë përmbushëse. Mirësi, kush e di sa njerëz kam dëgjuar përgjatë viteve që nuk janë të përmbushur në punën e tyre, nuk janë të lumtur në punën e tyre, nuk ndihen vërtet të përmbushur në të dhe të kënaqur me të. Por Perëndia ju ka krijuar për një punë përmbushëse. Puna që bëni pasi jeni penduar, pasi jeni rilindur, pasi ja keni dorëzuar jetën tuaj Krishtit, puna që Perëndia ju ka dhënë dhe po e bëni pikërisht tani, duket e mrekullueshme për Perëndin. Pse? Sepse kjo është puna që ai ju ka dhënë që të bëni. Është shërbesa të cilën ai ju ka thirrur që të bëni. Është detyra që ai ju ka besuar të bëni. Është thirrja që ai ka vendosur në jetën tuaj. Filloni tani, nuk është kur shumë vonë. Për sa kohë që merrni frymë nuk është kur vonë. Numri 6. Përfitimi i 6 i parajsës është qytetaria jonë qiellore.
E përmenda këtë, por do të zgjerohem pak tani. Qytetaria jonë qiellore. Të dashur toka është shtëpia jonë e përkohshme. Është shtëpia jonë e përkohshme. Parajsa është shtëpia jonë e përhershme. Dhe për këtë arsye Pali, te Filipianëve 3:20 na thot, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezus Krisht. O, të dashur më dëgjoni pak, ju lutem. Pavarësisht se sa gjatë jetojmë këtu, pavarësisht se sa shumë lidhemi me këtë botë, ky nuk është atë dheu ynë. Ne jemi përfaqësues të një vendi tjetër. Si qytetarë të qiellit, ne duhet që të përvetësojmë kulturën e qiellit, të përvetësojmë vlerat e qiellit dhe praktikat e qiellit. Dhe të gjitha këto duhet të jenë në kontrast me këtë botë të korruptuar, të keqe dhe që po vdes. Kjo botë është e fiksuar pas kënaqësisë së pafundme, sigurimit të pasurisë, statusit dhe sigurisë financiare. Por përqendrimi ynë është te gjërat e përjetshme dhe që të mbledhim thesare në qiell, ku jemi edhe të ulur. E 7. Ne kemi një kartë qiellore identiteti. Pyetje: çfarë thot karta juaj e identitetit? E imja thot gjaku i Jezus Krishtit. A keni një kartë të tillë identiteti? Si qytetar të parajsës, karta juaj e identitetit është vullosur me gjakun e pashlyeshëm të Jezus Krishtit, i cili u derdh në kryq për ju. Në çastin që vini te Krishti, duke u rrëfyer, duke u penduar në përulësi dhe në dobësi, e merrni këtë kartë identiteti. Dhe kjo kartë identiteti është e vullosur me gjakun e Jezusit. Nëse mendoni se mund të shkoni në parajsë me një kartë tjetër identiteti, më lejoni t'ju them se ajo është kartë e rreme. Karta juaj e identitetit, jo vetëm që do t'ju çojë në parajsë, por gjithashtu edhe në këtë jetë, kjo kartë identiteti do t'ju jap juve fitore mbi mëkatin përmes gjakut të Jezusit. Ajo do t'ju jap juve fitore mbi dekurajimin përmes gjakut të Jezusit. Ajo do t'ju jap juve fitore mbi tundimin përmes gjakut të Jezusit. Ajo do t'ju jap juve fitore mbi sulmet përmes gjakut të Jezusit, këtu dhe tani. Numri 8. Përfitimi i 8 kur përqendrohemi çdo ditë te parajsa është një streh paqeje. Vargjet 14 dhe 15. Ai në fakt është paqja jonë. Ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes. Ka shembur murin e ndarjes dhe të armiqësive. Si? Duke e prishur armiqësinë në mishin e tij, ligjin e urdhërimeve të përftuar nga porosi. Më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Qëllimi i Krishtit ishte që të krijonte një njerëzim nga dy që ishin, hebrejt dhe jo hebrejt. Ekzistonte një mur ndarje, hebrejt dhe jo hebrejt. Tani ky mur është shkatërruar. Mendoni pak për këtë. Kur ju përjetoni konflikte racore, konflikte politike, apo konflikte martësore në shtëpi, të gjitha këto janë rezultate të drejtë për drejta kur mëkati dhe Satani sundojnë plotësisht në vend të Jezusit. Konflikti do ta ngrejë kokën e tij të shëmtuar, kur mëkati futet në mes dhe zë vendin e Jezus Krishtit. Por kur Krishti mbretëron plotësisht, do të ketë gjithmonë paqe, qoftë në shtëpitë tona apo te kombi. Në mbretërimin e Krishtit, gjithë urrëtia, gjithë paragjykimi, gjithë hakmarrja, gjithë konfliktet do të ndalojnë. Jezusi është paqja jonë, dhe ne nuk mund të kemi paqe pa të. Numri 9, përfitimi i të paturit, një familje të re dhe të dashur. Një familje të re dhe të dashur. Kur Jezusi u bë paqja jonë,
Ai e shfuqizoi armiqsinë mes nesh dhe Perëndis atë. Dhe ai e shfuqizoi armiqsinë që kishim ne mes njëri tjetrit. Pavarësisht dallimeve tona, për sa i përket racës, apo gjuhës, apo statusit ekonomik, apo çdo lloj dallimi tjetër sipërfaqësor që mund të kemi, Jezusi mund të na bashkojë në paqe. Pse? Sepse qëllimi i tij ishte që të formonte një familje qiellore, familjen e Perëndis, ku Perëndia atë është ati ynë, ai është babai ynë. Jezusi është vëllai ynë i madh dhe shpenguesi, kurse ne jemi vëllezrit dhe motrat e njëri tjetrit. Pse? Sepse, më dëgjoni pak, kjo jetë është thjesht paraprovë për parajsën. Dhe nëse nuk po bëhemi gati për parajsën, do të jemi në një botë lëndimesh. Kjo është një paraprovë për të jetuar së bashku në shtëpinë tonë të përjetshme. Numri 10 dhe i fundit, këto janë 10 që e përsosur. 10 që e përsosur. Ne kemi një shtëpi të re. Një shtëpi të re. Le të shohim vargjet 20 deri në 22. Familjes së Perëndis të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve. Pra nuk mund të ndahemi apo të shkëputemi nga dhjata e vjetër. Familjes së Perëndis të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti, vetë guri i qoshes, mbi të cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë një banesë. Dëgjojeni këtë, dëgjojeni mirë se çfarë thot, për të qenë një banesë e Perëndis në frym. Parajsa është shtëpia jonë, por edhe ne jemi një shtëpi. Ne jemi një shtëpi, ju jeni një shtëpi, ne jemi një shtëpi. Ne jemi një banesë ku banon vetë Perëndia i shenjtë. Tani të dashur, ndonjëherë kjo më lë pa fjalë. Mbetem pa fjalë kur përqendrohem te kjo. Perëndia po banon në mua. Themeli i shtëpisë së tij e krijuar nga dhjata e vjetër dhe dhjata e re, ku vetë Jezusi është guri i qoshes. Tani në kohët e lashta nuk ndërtohej siç i ndërtojmë sot shtëpitë dhe ndërtesat e larta me çimento edhe themele të thella e gjëra të tilla si këto. Jo. Një shtëpi në kohët e lashta në thelb ndërtohej rreth gurit të qoshes. Merri një gur të madh dhe e vendosje në qoshe dhe ai do të bëhej themeli i shtëpisë. Është një burim force, është një burim për qëndrueshmërinë e saj. Muret dhe çatia e asaj shtëpie qëndronin të fortë mbi këtë gur të qoshes. Dhe çdo gjë tjetër në shtëpi ndërtohej duke u lidhur me këtë gur të qoshes që është Zoti Jezus. Më lejoni t'ju them diçka teksa e mbyll. Ashtu si shumë njerëz para meje, emigrantë që erdhen në këtë vend dhe u bën qytetarë të naturalizuar, këta qytetarë të naturalizuar që sapo bëhen qytetarë, janë të lirë të shijojnë të gjitha bekimet e qytetarisë që kanë edhe qytetarët e lindur aty. Veçse me një ndryshim shumë të rëndësishëm. Një problem që mund ta ketë një qytetar i naturalizuar që nuk e kanë qytetarët e tjerë, është kur ai kthehet sërish në vendin e vet të lindjes. Vendi i tij i lindjes nuk e njeh qytetarin e tij të një shteti tjetër. Kur shkonin në vendin e lindjes, aty të trajtojnë si qytetar të vendit të tyre. Kur një qytetar i qiellit me qëllim kthehet në gjendjen e tij të mëparshme të mëkatit, të rebelimit, të mishit dhe të mosbindjes, ai po rikthehet në territorin e Satanit, prej të cilit e shpëtoi Jezusi, duke u kthyer qëllimisht në territorin e Satanit. Ju e keni larguar veten tuaj nga mbrojtja dhe ambienti i sigurt i qytetarisë suaj qellore.
Unë nuk po them që ju e humbisni shpëtimin, dhe as nuk po them se ju e humbisni qytetarin tuaj qiellore. Por ju i sillni vetes dhimbje dhe vuajtje të pallogaritshme. Dikush i cili po më dëgjon tani, pikërisht në këtë çast, mund të jetë duke u endur në përshkretëtirën e mëkatit dhe të mishit, dhe të mosbindjes dhe të rebelimit kundër fjalës së Perëndis. Dikush që e njeh dhe ju e dini vetë se kush jeni, mund të jetë një pastor që po e dëgjon këtë mesazh tani, dhe thellë e di që po endet larg nga fjala e pagabueshme e Perëndis dhe ka filluar të predikojë idetë e tij. Ktheu sërish, shpëtoje veten nga gjithë agonia dhe vuajtjet që e ke vendosur veten nën kontrollin e Satanit. Perëndia po të therret. Perëndia ka qenë duke të thirrur.